Ishte biznesmen i madh Amerikan. Kishte kompani të shumta. Kishte një punëtor të tij i cili ishte musliman. Sa herë që shkëmbehej me të, ky muslimani i buzëqeshur, dukej lumturia në fytyrën e tij. Kaloi një farë kohe dhe her pas here, sa herë që shkëmbehej me të, e gjinte të buzëqeshur dhe të lumtur. E ndalon një ditë dhe e pyet. Thot, ç'është sekreti i lumturisë tënde? Se ky shikonte veten e tij, nuk i mungonte asgjë. Pasuri të shumta. Pra mirësitë e dynjas nuk i mungonte gjë. Por përsëri ndjehej i pikëlluar. Përsëri nuk e gjinte lumturinë. Atëherë, ky djalosh i përgjigjet dhe thot, unë jam musliman. Jam musliman. Vlla dhe motër, medito pak në këtë përgjigje të këtij djaloshi. Unë jam musliman. Pra jam i kënaq me atë që më ka dhënë Allahu i lartësuar. Jam i kënaq me Zotin e gjithësisë, me gjithë çka që më ndodh. Jam i kënaq me Allahun e lartësuar. Prandaj, unë jam i lumtur, se ma ka mundësu i madhi Zot me e arrit lumturinë me anë të besimit. Është gjë e madhe besimi. Atëherë, ky nuk nguron dhe i thot, po mirë, nëse unë bëhem musliman, a do t'jemi lumtur si ti? Thot po. Dhe me të vërtet nuk zgjati shumë, e pranoi Islamin. E në momentin kur ka thonë shahadetin, ja ka nisë të qaj. Dhe tha, është momenti i parë në jetën time që unë ndjej një lumturi, një kënaqësi që nuk e kam ndjerë kurrë më parë. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam, fa huwa ala nurin min rabbih. Ati që ja hap Zoti i gjithësisë gjoksin për të pranuar Islamin, ai është në dritë prej Zotit të tij. Kështu kuptohet prej ajetit. Me të vërtetë me pranimin e Islamit arriti lumturinë e kërkuar. Lumturinë që e do çdo njeri. Zemra, vlla dhe motër, ka nevojë për qetësi. E qetësia nuk gjendet, lumturia e zemrës nuk gjendet vetëm se me besim. Me u nënshtru të madhit Zot, me adhuru vetëm Allahun e lartësuar, me besu dhe me pasu profetin alayhi salam. Me këtë besim arrihet lumturia e kësaj bote dhe lumturia e botës tjetër. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata të cilët besuan dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat.